Në një nga momentet më të forta dhe më dramatike të dasmës brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, festa ndalet papritur dhe atmosfera ndryshon rrënjësisht. Muzika ulet, dritat zbehen dhe të gjithë banorët mblidhen në sallon me një ndjesi kurreshtieje dhe tensioni. Me qendër del Rogerti, i cili mban në dorë një letër. Me një ton serios, ai njofton se letra vjen nga daja i Brikenës. Që në ato sekonda, në fytyrën e Brikenës duket një lloj shqetësimi. Mateo e shikon i habitur, ndërsa banorët presin në heshtje. Rogerti nis ta lexoj letrën me zë të lartë. E dashur mbesa ime, Brikena, unë nuk jam dakord që ti të martohesh, fjalët bien si një rufe në mes të festës. Gëzimi pak minutave më parë zëvendësohet nga një tension i fortë emocional. Disa banor shikojnë njëri tjetrin, të tjerë mbajnë dorën në gojë të habitur. Në letër, Daja shpreh kundërshtimin e tij, duke përmendur të kaluarën dhe përpjekjet që ka bërë për ta ndalur këtë lidhje. Ai kujton një moment vite më parë, kur kishte ndërhyrë për të mos lejuar që Brikena të afrohej me Mateon. Tonet e letrës janë të forta, madje herëherë edhe të ashpra, duke e bërë situatën edhe më të rënë. Teksa Rogerti vazhdon leximin, Brikena ul kokën. Emocionet duken qartë, një përzierje mes trishtimit, shkënjimit dhe ndoshta edhe zemërimit. Mateo, nga ana tjetër, qëndron pranë saj, duke u përpjekur ta mbështesë. Ai i kap dorën lehtë, një gest i vogël por shumë domethënës. Banorët reagojnë në mënyra të ndryshme. Disa duken të prekur, të tjerë të indignuar nga toni i letrës. Ka edhe nga ata që përpiqen të qetësojnë situatën, duke i qëndruar pranë Brikenës. Kur letra përfundon, në shtëpi bie një heshtje e rëngë. Është një nga ato momente ku spektakli kalon në plan të dytë dhe emocionet bëhen reale. Pas disa sekondash, Brikena ngre kokën. Me një zë të dridhur, por të vendosur, ajo flet. Ajo shpreh respekt për familjen e saj, por në të njëjtën kohë thekson se kjo është jeta e saj dhe zgjedhjet i përkasin asaj. Fjalët e saj shoqërohen me duartrokitje nga disa prej banorëve. Mateo më pas afrohet dhe e përqafon. Është një moment i fortë, ku duket qartë se lidhja e tyre po vihet në provë, por edhe po forcohet përballë vështirësive. Pas kësaj, atmosfera fillon gradualisht të ndryshojë. Disa banor nisin të flasin, të japin mendimet e tyre dhe të mbështesin çiftin. Dalë nga dalë, muzika rikthehet, por këtë herë me një ndjesi tjetër, më të thellë, më emocionale. Gena merr sërish mikrofonin dhe këndon një këngë më të ndjerë, duke tentuar të rikthejë ngrohtësinë në ambient. Zëri i tij shërben si një lloj shërimi për momentin e vështirë që sapo kaloi shtëpia. Kjo skenë bëhet një nga më të komentuarat e mbrëmjes. Një përballje mes traditës dhe zgjedhjes personale, mes familjes dhe dashurisë. Një moment që i dha dasmës një dimension tjetër, jo vetëm festë, por edhe reflektim. Në fund, pavarësisht gjithçkaje, Mateo dhe Brikena qëndrojnë bashkë, më të vendosur se më parë. Dhe kjo e bën historinë e tyre edhe më të fortë brenda Big Brother VIP Albania, një histori që nuk është vetëm për dashuri, por edhe për sfida, qëndrueshmëri dhe zgjedhje personale.